Me recitimin madhështor të ajeteve nga Kurani famëlart, filloi zyrtarisht ceremonia e jubileut të 20 vjetorit të klubit Elita, duke krijuar një atmosferë të veçantë emocioni, respekti dhe krenarie për të pranishmet. Në këtë jubile të rëndësishëm u mblodhen qindra aktivist, hoxhallar dhe kontribues të çështjes fetare e kombëtare nga Maqedonia e Veriut, Kosova dhe Shqipëria, të cilët ndër vite kanë qenë pjesë e pandashme e misionit dhe aktiviteteve të klubit. Para të pranishmëve, foli Hoxh Hasan Rexhepi, i cili kujtoi me emocion sfidat, sakrificat dhe aktivitetet që kanë shënuar rrugtimin e klubit Elita përgjatë këtyre 20 viteve në shërbim të komunitetit dhe vlerave fetare e kombëtare. Kemi mbajtur aktivitet që kemi treguar kulturën tonë nëpërmjet artizanateve të cilët vazhdimisht i kanë mësuar brenda shoqatës. Ka pasur lloj-lloj aktivitetesh të cilat kanë kontribuar dhe kanë munduar që ta mësojnë të rinjën tonë se si ta ruan kulturën e vet, ta ruan edukatën e vet, moralin e vet dhe mbi çdo që i përmenda ta ruan edhe fenë e vet. Një nga momentet më emocionuese të kësaj mbrëmjeje ishte ndarja e mirënjohjeve për themeluesit dhe kontribuesit që lanë gjurmë në historinë e klubit. Gjatë ceremonisë së ndarjes së mirënjohjeve, kryetari i parë i klubit Elita, Skender Rexhepi Zejdi, solli me mall kujtime dhe fjalë nga Indjeri Hoxhi Jakup Asipi, një prej figurave më të rëndësishme të këtij rrugëtimi. Kanë qenë 3 hoxhallar me të cilët jam munduar ta mishroj idejen që ne si themelues ta kemi një shoqat vogël. Një prej tyre është Hoxh Savaudin Mahmuti, tjetri është Hoxh Zekria Bajrami dhe i treti ishte Rahmetliu Hoxhi Jakup Asipi. 3 njerëz të cilët në fillim të vet idejes janë ofruar dhe kanë thënë që brenda një muaj, një herë në javë, unë do jem ligjërues. Posaçërisht të Hoxhës Jakup Asipit, i cili në moment kur e kam ftuar në një nga ligjëratën e parë që ishte, vinte nga larg, ishte ftohtë, koha me dobor dhe për Zotin i kam thënë Hoxh, urdhëro do vish, po mund mos ketë njerëz mjaft. Ma ka thënë një fjali që kur nuk do e haroj. Zejd, nëse jeni 2, unë jam i treti. Ky është mision, ky është mesazh, ky është modestia e një njeriu që do Islamin dhe fjalën e Zotit, kënaqësinë e Zotit ta ketë lart. Në shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e tij, edhe Hoxhi Jakup Asipit ju nda mirënjohje post mortem, të cilin e pranoi djali i tij mes duartrokitjeve të pranishmëve. Pas pranimit të mirënjohjes para pjesëmarrësve, foli edhe Hoxh Savaudin Mahmuti, i cili vlerësoi rolin e kontributin e klubit Elita ndër vite. Jeta është shumë e shkurtë. Mirë po para që do të punoje, që si është klubi Elita dhe shumë organizata e tjera, elhamdulillah. Ne joni pak 1 minutë ta martje për këtë që e folim, kjo është një periudhë që nëse dikush mendon se aty ka fillu klubi Elita, gabon shumë. Ju e harroni një periudhë që ka vlu ndër tokë, e se kemi dalë, s'kim pas guximin, s'kim pas mundësi dalë mbi tokë. Atë periudhë e harroni. Që kjo që është para juve, viteve 1968-9, deri te aty një afash, hala dikush i mban mend. Në përmbyllje të kësaj nate jubilare përmes videopamjeve u rikujtuan momentet më të rëndësishme të klubit Elita gjatë këtyre 20 viteve, duke sjellë emocione, kujtime dhe respekt për të gjithë ata që kontribuan në suksesin dhe rrugtimin e saj të plot me sfida e arritje.